U përvëllova që të provoj mishin që doli i nxehtë nga tepsia, u përvëllova, nuk më durohet dot mua. Kur është mishi i nxehtë ashtu nga tepsia, është o njerëz mos e pyesni, jami. Edhe ndaja më shikoni po hajde kockat aty. Tani po përgatiti mish qëngji sot në tepsi në furrë, edhe do t'i hedh vetëm erza, sa më shumë erza aq më i mirë bëhet mishi për mua. Çdo njeri me shijet e veta. I hodha pak vaj ulliri në fillim, pastaj kripë, një çik piper, edhe piper i hodha, po ky është rigon nga fshati, piper të zi, hudhër, tosh hudre do me thënë, do t'i kthej edhe nga ana tjetër që të mundem të hedh erza dhe nga ana tjetër, të njëjtat erza prapë, edhe pasi i kam hedhur të gjitha këto erzat, kuptohet që mund të hini më pak erza ose më shumë, shije janë këto si të doni, unë u hedh këto erza siç më shikoni aty, ta Amerike kisha nxjerr po nuk e ja hodha, se thashët mos ja hedh kësaj radhe, e lash më e mbulova mirë tepsinë me letër kuzhine dhe letër alumini, jo drejtë me letër alumini se nuk bën që të vijë afër me mishin, letra alumini direkt do me thënë, ta preki, se në nxehtësi të larta letra aluminit nuk është higjienike. Edhe bëhet o njerëz, shikoni tani se çfarë bëra unë sot. Pa.